Sërish rriten çmimet e derivateve të naftës. Nga mesnata 1 litër dizel do të kushtojë 98.5 denar. Rritet edhe çmimi i ngrohjes. Pas 10 ditësh Gosivari ka ujë për pastrim, por jo për gatim dhe për të pirë. Numri i pacientëve të helmuar ende 3 shifror. Në Maqedoni janë regjistruar 8 raste me efekte e nilit perëndimor, 7 pacient me komplikime neurologjike. Sekuestrohen 2.6 ton kokainë në brigjet e Lisbonës, mes të arrestuarve edhe një shqiptar. Përshëndetje të nderuar shikuese, mirë se takohemi në lajmet e orës 15:55. Çmimi i karburantëve vazhdon të rritet. Nga mesnata dizeli rritet për 4.5 denar në litër, ndërsa benzina rritet për 3 denar. Komisioni Rregullatori i Energjetikës informoi se do të rritet edhe çmimi i ngrohjes qendrore. Kryetaria Soristov njoftoi se nga 1 gushti çmimi i energjisë termike do të rritet mesatarisht me 5.96%. Çmimet e derivateve të naftës vazhdojnë të rriten, ndërsa nga 1 gushti do të shtrejtohet edhe ngrohja qendrore, por me një rritje më të vogël. Komisioni Rregullator i Energjetikës ka sjellur vendim me të cilin bëhet rritja e çmimeve të shitjes me pakisë të derivateve të naftës, mesatarisht 4.55% në raport me vendimin e datës 20 të korrik 2026. Siç njoftoi kryetari i KRR-s Aco Ristov, çmimet e shitjes me pakisë të benzinave Euro Super BS 95 dhe Euro Super BS 98 rriten për 3 denar për litër, me çka do të kushtojnë 93 denar për litër dhe 95 denar për litër, ndërsa çmimi i shitjes me pakisë i Euro Dizelit rritet për 4.50 denar për litër, e cila do të kushtojë 98.50 denar për litër. Edhe çmimi i shitjes me pakisë i vajt ekstra të lehtë për anvisëri rritet për 5 denar për litër dhe do të shitet për 98 denar për litër, kurse çmimi i shitjes me pakisë i mazutit rritet për 2.726 denar për kilogram dhe tani do të jetë 48.099 denar për kilogram. Përveç derivateve të naftës, Ristov njoftoi se nga 1 gushti do të rritet edhe çmimi i energjisë termike, e cila siç tha, ajo do të rritet mesatarisht me 5.96%. Për anvisëri që furnizon nga sistemi më i madh i MV furnizim, MV distribuim dhe MV prodhim i energjisë termike. Për konsumatorët e ish ngrohtëtorës së Shkup Veri, tani Energy Ecolink, rritja do të jetë mesatarisht 3.6%, ndërsa për konsumatorët e MV energjetik, çmimi do të rritet me rreth 5%. KRE vendosi për një korrigjim të çmimit prej 5.96%, që do të thotë se fatura mesatare mujore do të rritet për 140 denar, nga 2.353 në 2.493 denar. Ju ndoqët procesin që nga fillimi dhe opinioni tashmë është informuar se kërkesat e kompanive energjetike varionin nga 30% deri në 130%. Ajo që është kyçe në periudhën që pason dhe që ne mbështesim është bashkimi të gjithë kompanive të MV-s për energji termike, me qëllim optimizimin e burimeve dhe rritjen e efikasitetit, gjë që do të nënkuptonte një çmim më të favorshëm për konsumatorët. Sipas rezultateve dhe analizave të kryera, kreu i KRR-s tha se në nivel vjetor, banorët e Shkupit që ngrohen me energji termike kanë pagesën më të ulët vjetore, në krahasim me banorët e Beogradit, Ljubljanës, Sofjes dhe Sarajevës. Gjatë një sezoni ngrohje janë kyçur 1.521 konsumator të rinj, ndërsa gjithsej 67.494 konsumator furnizon me energji termike. Qyteti i Gosivarit tashmë 10 ditë pa ujë të pishëm. Pas ndotjes së ujit, si pasojë të cilit mijëra qytetarë u helmuan, autoritetet ndaluan rreptësisht përdorimin e ujit, ndërsa nga hetimet u zbulua se shkak i ndotjes kishte qenë numri i madh i bakterieve nga ujrat fekal. Edhe pse përdorimi i ujit u ndalua më 17 korrik, sipas analizave uji ka qenë i ndotur më 25 qershor. Vera zakonisht dinte jetë sfiduese për njerëzit, por këtë vit më së shumti e pësoi Gosivari. Në kulmin e sezonës verore temperaturave të larta, kthimit të mërgjimtarëve në vendlindje, ata mbetën pa ujë.
por më shqetësuesja ishte se rreth 3.000 banor u helmuan nga uji i pishëm. Situata zyrtarisht u bë e ditur vetëm më 17 korrik, kur numri i qytetarëve që kishin kërkuar ndihmë mjekësore kishte shkuar në 1.200. Diare, të vjella, dhimbje barku dhe temperaturë kishin pothuajse të gjithë personat që shkuan në spital për të kërkuar shërim. Arsyeja këtë herë u bë e njohur shumë shpejt, edhe pse institucionet nuk nguteshin me deklarata zyrtare, u bë e njohur se helmimi kishte ndodhur nga uji, kur shqetësimi i qytetarëve ishte rritur, bashkë me numrin e personave që vazhdonin të paraqiteshin në spital, nga institucionet kërkohej që në Gostivar të shpallej epidemi, e këtë autoritetet shëndetësore e bën ditën e shtunë, kurse vetëm një ditë më vonë qeveria shpalli gjendje krize në Gostivar për 30 ditë, ndërsa me njëherë të hënën policia doli me njoftimin se e kanë arrestuar drejtoreshën e ujësjellësit të Gostivarit, Artana Hasani, së bashku me 2 zyrtarë të tjerë të ndërmarrjes. E më pas prokuroria i konfirmoi dyshimet e qytetarëve se ndërmarrja ujësjellësit e kishte vënë pompën e ujit nga një kanal i hapur në funksion të 2 pompave të ujësjellësit, me qëllim që të arrisnin presionin e ujit. Mirëpo kjo bëri që bakteriet e dëmshme të jenë të pranishme rreth 48 herë më shumë se sa sasia e lejuar, si dhe prani shumë e lartë e bakterieve fekale. Ndërkohë paraprakisht Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë e ndaloi rreptësisht përdorimin e ujit për të gjitha llojet e përdorimit. E në këtë situatë kaotike mbeti edhe i mjegullt fakti që rezultatet e fundit të qendrës së shëndetit publik të publikuara më 29 qershor thonin se uji në Gostivar është i përshtatshëm për pije, ndërkohë që prokuroria në njoftimin e saj tha se uji atje ka qenë i ndotur që më 25 qershor. Kurse kryetari i komunës Valbon Limani në të gjitha paraqitjet për media që ka pasur këto 2 javë ka thënë se nuk ndjen përgjegjësi për situatën me ujin. Pas 10 ditësh, Gostivari ka ujë teknik, i cili mund të përdoret për pastrim, por jo edhe për gatim dhe për të pirë. Analizat e bëra 3 ditë rresht kanë treguar se nuk ka pranit e lartë të bakterieve. Institucionet kompetente paralajmëruan se ditët në vijim, në disa vende në Gostivar do të matet cilësia e ujit, në mënyrë që të sigurohet edhe uji për pije. Nga sot uji në Gostivar mund të shfrytëzohet vetëm për përdorim teknik, pasi 3 ditë radhazi në ujë nuk ka bakterie. Pra uji atje mund të përdoret për gjithçka tjetër përveç se për pije dhe për përgatitje të ushqimit. Këto të dhëna i njoftoi sot ministri i Brendshëm Panço Toshkovski. Ai bëri me dije se pas ekzaminimeve të shumta dhe të njëpasnjëshme të cilësisë së ujit në Gostivar, analizat më të fundit tregojnë se uji përfundimisht mund të përdoret si ujë teknik. Да предизвикува хистерии наместо. Jemi në koordinim me komunën në pjesën e asaj që duhet të ndërmerret më tej. Dua personalisht të shpreh falënderimet e mia së pari qytetarëve të Gostivarit për nivelin e mirëkuptimit e më pas të gjithë ekspertët që ndihmuan që të vim në këtë fazë të ujit teknik. Shpresoj për të gjithë përgjegjësit në nivel të komunës. Ky do të jetë mësim që të punojmë me profesionalizëm maksimal në pjesën e cilësisë së ujit, sepse nuk ka lojë me shëndetin e qytetarëve. Emilian Nevska nga ujësjellësi i Shkupit tha se këto ditë janë marrë 6 mostra në Gostivar nga furnizuesi kryesor. Tek të gjitha mostrat, 3 ditë rresht nuk është vërejtur prania e bakterieve koliforme dhe për shkak të klorinimit të kryer me përqendrim të lartë, tek mostrat nuk është regjistruar prania e trihalometaneve mbi kufit e lejuar. Rezultatet janë të qasshme në shtabin e krizës dhe në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë si organ kompetent. Edhe komuna e Gostivarit i informon qytetarët se situata në qytet po shkon drejt normalizimit të plot. Falë angazhimit të institucioneve në nivel lokal dhe qendror, organizatave, miqve dhe të gjitha palëve të përfshira, të cilëve u shprehim mirënjohjen tonë për shkallën e lartë të gatishmërisë dhe angazhimit që kanë treguar. Shtabet e krizës në nivel qendror dhe lokal funksionojnë në mënyrë efikase dhe në përputhje me planin për sanimin e situatës. Institucionet kompetente paralajmëruan se ditët në vijim në disa vende në Gostivar do të matet cilësia e ujit në mënyrë që tani të sigurohet ujë për pije. Numri të helmuarve nga uji në Gostivar sërish u rrit 2 ditët e fundit. Ministria e Shëndetësisë informoi se të dielën më 26 korrik ndihmë mjekësore kanë kërkuar 127 pacientë të rinj me të njëjta simptoma. LSDM kërkoi përgjegjësi penale nga ministri i Shëndetësisë Klekovski dhe nga drejtorët e Institutit të Shëndetit Publik dhe Qendrës së Shëndetit Publik, ndërkaq vëmëroi u kundër përgjigje opozitës, duke udhëzuar që të kërkojë dorëheqje dhe përgjegjësi penale nga kryetari i komunës së Gostivarit.
Një fëmijë dhe një person I rritur janë hospitalizuar në Gostivar pas janë ankuar me dhembje barku, ndërkohë 2 ditët e fundit është regjistruar sërish rritje e numrit të pacientëve që kërkojnë ndihmë shëndetësore, si pasojë e ujit të ndotur në Gostivar. Siç ka informuar Ministria e Shëndetësisë më 26 korrik, janë regjistruar 127 persona që për së pari herë kanë kërkuar trajtim në spital nga epidemia. Më 26 korrik janë evidentuar 127 kontrole, që është 2 shifra më shumë se dita paraprake. Prej tyre, 91 kontrole janë bërë në spitalin e përgjithshëm, prej të cilëve 41 në repartin infektiv, 50 në pediatri, kurse 36 kontrole janë realizuar në shtëpinë e shëndetit. E kur shifrat u rritën sërish, LSDM kërkoi përgjegjësi penale nga Ministri I Shëndetësisë Sasho Klekovski, por edhe për drejtorët e Institutit të Shëndetit Publik dhe Qendrës së Shëndetit Publik. Samo včera se registrirani ušte 120... Klekovski e pranoi se institucionet kanë reaguar me vonesë, por këtë nuk e tha sepse donte ta tregojë të vërtetën, por sepse nuk mundej ta fsheh pa aftësinë. Simptomet e para të qytetarët janë paraqitur më 14 korrik, kur në spital vinin nga 200 pacientë në ditë me të njëjtat simptome. Ndërsa Vëmbroju përgjigj duke I thënë se LSDM duhet ta adresojë përgjegjësinë tek personat e duhur dhe të kërkojë dorëheqje dhe përgjegjësi penale nga kryetari I komunës së Gostivarit. Si nuk ju kujtua LSD-s deri tani të kërkojë dorëheqje dhe përgjegjësi penale për ngjarje në Gostivar nga kryetari I komunës Valvon Limani, si personi më përgjegjës për të gjithë situatën. Apo ndoshta standardet e dyfishta përsëri hynë në fuqi kur bëhet fjalë për kuadrot e tyre. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë nga data 14 deri 26 korrik, janë regjistruar gjithsej 4194 kontrolle në Gostivar, që kishin të bëjnë me epidemin. Piku u evidentua më 18 korrik, kur për 24 orë 649 pacient kërkuan ndihmë mjekësore. Organizata jo qeveritare e qyteti Gjelbër Human kërkon urgjentisht nga Inspektorati Shtetëror I Mjedisit dhe qyteti I Shkupit që t'i identifikojë dhe dënojë ata që përhapën shkumën e bardhë në lumin Lepens dhe Vardar. Ata nuk e pranojnë arsyetimin nga qyteti I Shkupit që mbase ndoshta është shkum nga një larje makinash, sepse sipas tyre një larje makinash nuk mund të ndodhë një lum të tërë. Ditëve të fundit janë shfaqur pamje dhe fotografi që tregojnë një sasi të madhe lënde të bardhë shkumore, e cila fillimisht mbuloi lumin Lepenec, pastaj vazhdoi poshtë rrjedhës drejt lumit Vardar. Pikërisht për këtë kanë reaguar nga organizata jo qeveritare Qyteti I Gjelbër Human, nga ku thonë se ky është vetëm incidenti I fundit në një seri të gjatë incidentesh, të cilat mund të ndotin mjedisin, biodiverzitetin dhe jetën e qytetarëve, për sa kohë që disa njerëz të fuqishëm përfitojnë prej saj. Ata thonë se fatkeqësisht një neglizhencë e tillë nuk është as e re dhe as e habitshme, dhe se në vend që të zbatojnë vazhdimisht ligjet dhe të mbrojnë interesin publik dhe burimet natyrore, institucionet që supozohet të mbrojnë qytetarët po veprojnë më shumë drejt mbrojtjes së ndotësve industrial. Ata kërkojnë urgjentisht nga Inspektorati Shtetëror I Mjedisit dhe qyteti I Shkupit të identifikojnë dhe dënojnë përgjegjësit. Inspektorati Shtetëror I Mjedisit dhe qyteti I Shkupit mbureshin se inspektorët e tyre janë në teren dhe po përcaktojnë origjinën e substancës së bardhë shkumore. U bëjmë apel atyre që të përfundojnë punën e tyre në mënyrë profesionale dhe transparente, ta informojnë publikun për rezultatet e analizave, të identifikojnë përgjegjësit për ndotjen dhe të mbyllin ndotësit industrial përgjegjës për këtë helmim. Tutje, ata thonë se nuk e pranojnë arsyetimin prej qytetit të Shkupit, që mbase ndoshta është shkum nga një larje makinash dhe histori të ngjashme, sepse sipas tyre, një larje makinash nuk mund të ndodhë një lum të tërë me shkum, veçanërisht jo me metale të rënda. Organizata kërkon dënime shumë të repta me burg, si dhe gjoba bazuar në të ardhurat vjetore të terroristëve ekologjik, siç I quajnë ata ndotësit. Ata madje thonë se as nuk duan të dëgjojnë më për faktin se nuk kanë inspektor, staf profesional apo para, pasi kanë drejtor ekzekutiv të atyre institucioneve përgjegjëse pikërisht për këtë. Ndërmarrja publike ujësjellës dhe kanalizim Shkup ka publikuar raportin javor mbi cilësinë dhe sigurinë e ujit të pijshëm, të marrë nga analizat e kryera në sektorin e kontrollit sanitar për periudhën nga 20 korrik deri në 24 korrik.
sipas të cilave uji në Shkup është i sigurt për pije. Sektori i kontrollit sanitar deri më tani mori 195 mostra për analiza fiziko-kimike dhe 195 mostra për analiza mikrobiologjike të ujit të pishëm nga 45 pika mase në qytetin e Shkupit. Sipas rezultateve të analizave, të gjitha mostrat janë përputhur me rregulloren dhe kërkesat për sigurinë dhe cilësinë e ujit të pishëm, thonë nga NP Ujësiellsi dhe Kanalizimi. Instituti i Shëndetit Publik njofton se në Maqedoni janë regjistruar 8 raste me etet e Nilit Perëndimor, 7 prej të cilëve janë konfirmuar laboratorikisht. Shumica e rasteve janë nga Shkupi dhe Velesi. Të gjithë pacientët kanë zhvilluar formë të rëndë të sëmundjes dhe komplikime neurologjike, si dhe janë trajtuar në spital. Numri të prekurve nga ethet e Nilit Perëndimor në Maqedoninë e Veriut ka arritur në 8, prej të cilëve 7 raste janë konfirmuar laboratorikisht, ndërsa një rast konsiderohet i mundshëm, njoftoi Instituti i Shëndetit Publik. Vetëm gjatë muajit korrik janë regjistruar 5 raste të reja, ndërsa rasti i fundit është konfirmuar këtë javë. Shumica e të prekurve janë nga Shkupi dhe Velesi. Sipas të dhënave epidemiologjike, pjesa më e madhe e pacientëve janë infektuar brenda vendit, ndërsa për një prej tyre dyshohet se virusin e ka marrë gjatë një qëndrimi në Greqi. Autoritetet shëndetësore e konsiderojnë shqetësues faktin se të gjithë pacientët kanë zhvilluar formë të rëndë të sëmundjes, e cila ka prekur sistemin nervor qendror. Për këtë arsye, ata janë trajtuar në spital, ndërsa disa prej tyre tashmë janë liruar dhe po vazhdojnë në mjekimin në shtëpi. Sipas të dhënave, shumica e të prekurve janë burra dhe persona mbi moshën 60 vjeçare. Ethet e Nilit Perëndimor transmetohen përmes pickimit të mushkonjave të infektuara. Në shumicën e rasteve, infeksioni kalon pa simptoma ose shfaq vetëm shenja të lehta. Megjithatë, te një numër i vogël pacientësh mund të shkaktojë komplikime serioze neurologjike. Instituti i Shëndetit Publik paralajmëron se mushkonja tigër tashmë është e pranishme në vend dhe po përhapet gradualisht, si pasojë e temperaturave të larta dhe ndryshimeve klimatike. Mjekët u bëjnë thirrje qytetarëve që nëse pas pickimit nga një mushkonjë shfaqin temperaturë të lartë, dhimbje të forta koke, ngurtësim të qafës, çrregullim të vetdijes ose simptoma të tjera neurologjike, të kërkojnë menjëherë ndihmë mjekësore. Drejtori i Qendrës për Menaxhim me Kriza Muhamet Ali tha se të gjitha institucionet janë në gatishmëri pas paralajmërimeve të meteorologëve për stuhi të mundshme në Shkup dhe në qytete tjera. Ai bëri thirrje qytetarëve që të mos i parkojnë makinat poshtë pemëve ose poshtë çative. Meteorologët kanë paralajmëruar se edhe sot pasdite mund të ketë stuhi. Drejtori i Qendrës për Menaxhim me Kriza, Muhamet Ali, tha se të gjitha institucionet janë në terren dhe po bëjnë përpjekje që të mos ketë dëme në njerëz. Ai sqaroi se rreziqet nuk mund të parashikohen dhe bëri apel për qytetarët që të kenë kujdes gjatë lëvizjeve të tyre, se ku i lën automjetet dhe t'i shmangin vendet ku ka drunj apo çati. Masat e procedurat janë standarde. Koordinim të gjithë institucionet tjera, alarmojmë qytetarët para kohë nëse kemi informata se do kete stuhi apo edhe ndonjë zjarr apo ndonjë gjë tjetër. Alarmojmë qytetarët, tash kemi në përgatitje të një aplikacioni ku qytetarët të mund të informohen nga telefonat e tyre para stuhisë. Dhe si gjithë qytetet evropiane janë në përfundim të projektit, besojmë që deri në fillim në vitit 2027 qytetarët do të kenë në dispozicion këtë aplikacion. Drejtori Ali bëri të ditur se të gjitha shërbimet si QMK-ja, Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, Zjarfiksit dhe komunat janë në gatishmëri për t'i përgjigjur situatave emergjente. Ai gjithashtu tha se Qendra për Menaxhim me Krizat është në koordinim me të gjitha institucionet e tjera. Sekretari shtetëror për Bashkimin Evropian në Ministrinë e Punëve të Jashtme, BE-s dhe Bashkëpunimit të Spanjës ka zhvilluar takime të ndara me ministrin e jashtëm Timjo Mucunski dhe zëvendës kryeministrin për çështje evropiane Bekim Sali. Tema e takimeve ka qenë avancimi i procesit euro integrues.
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme i Mashinisë së Veriut Timço Mucunski ka zhvilluar sot takim me Fernando Mariano Sampredo Marcos, sekretar shtetëror për Bashkimin Evropian në Ministrinë e Punëve të Jashtme, Bashkimit Evropian dhe Bashkëpunimit të Spanjës. Siç njofton nga ministria, në fokus të bisedimeve kanë qenë integrimi evropian i Mashinisë së Veriut dhe zhvillimet aktuale në procesin e zgjerimit të BE-s. Mucunski ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme dhe parimore të Spanjës për perspektivën europiane të vendit, si dhe për përkushtimin e saj që zgjerimi të mbetet ndër prioritetet strategjike të BE-s. Mucunski theksoi rëndësinë e bashkëpunimit dhe koordinimit të ngushtë me Spanjën në diskutimet e ardhshme për të ardhmen e politikës së zgjerimit. Procesi i anëtarësimit duhet të mbetet i besueshëm, i parashikueshëm, i barabartë për të gjithë dhe i bazuar në merita me një synim të qartë përfundimtar, anëtarësim të plotë në BE, paralelisht me avancimin e formave praktike të integrimit gradual. Përveç Mucunskit, sekretari i Shtetit për Bashkimin Evropian të Mbretërisë së Spanjës, në takim e ka pritur edhe zëvendës kryeministri i parë dhe ministre për çështje europiane Bekim Sali, ku siç njofton nga atje, në atë takim është diskutuar për avancimin e procesit të integrimit evropian të Republikës së Mashinisë së Veriut, zbatimin e agjendës së reformave, si dhe zhvillimet aktuale në kuadër të politikës së zgjerimit të Bashkimit Evropian. Ministri Sali ka shprehur mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme të Spanjës ndaj perspektivës europiane të vendit, duke theksuar se ruajtja e kredibilitetit të procesit të zgjerimit është me rëndësi strategjike jo vetëm për Mashininë e Veriut, por edhe për stabilitetin dhe sigurinë të gjithë rajonit. Një operacion mbarkombëtar antidrog të udhëhequr nga Prokuroria e Antimafjas në Breshat të Italisë ka quar në sekuestrimin e mbi 2.6 tonëve kokainë dhe arrestimin e 4 personave mes tyre dhe një shtetas shqiptar. Operacioni u zhvillua në bashkëpunim me autoritetet e Spanjës dhe Portugalisë. Gjatë aksionit u ndalua një gomone oqeanike ultra e shpejtë e tipit Go Fast, e bllokuar pranë brigjeve të Lisbonës nga policia detare portugeze. Në bord ndodheshin 4 persona, të cilët u arrestuan 2 shtetas spanjoll, një shtetas e Gibraltarit dhe një shqiptar. Sipas autoriteteve italiane, ngarkesa e sekuestruar ka një vlerë prej rreth 78 milion eurosh në tregun e shumicës. Nëse do të arrinte në destinacionin dhe do të shpërndahej në tregun e paligjshëm, droga do të gjeneronte një qarkullim të vlerësuar rreth 500 milion euro. Irani ka bërë të ditur se të hënën se vazhdon të ketë nën kontroll ngushticën e Hormuzit dhe nuk po kërkon rifillimin e bisedimeve të paqes me Shtetet e Bashkuara. Duke folur në një konferencë për media, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme hodhi poshtë raportet se Teherani kishte kërkuar negociata me SBA-n. I pyetur për kushtet e Iranit për fillimin e negociatave, ai tha se SBA-ja fillimisht duhet të tregojë sjellje më të përgjegjshme. SBA-ja duhet të mësoj se si të sillet si një qeveri e përgjegjshme, tha ai, duke akuzuar Washingtonin se gjatë 1 deri në 2 vite të fundit ka vepruar si një band mafioze duke shpërfillur të drejtën ndërkombëtare. Tensionet mes SBA-s dhe Iranit janë intensifikuar javët e fundit me Washingtonin që ka kryer sulme ndaj Iranit dhe Teheranit, që është kundër përgjigjur duke synuar ato që i cilsoi ai si objekte dhe pajisje ushtarake amerikane në vende të ndryshme të rajonit. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu nis sot për në Washington për të biseduar me presidentin amerikan Donald Trump. Netanyahu po viziton Washingtonin me ftesë të Trumpit dhe do të diskutojë mbi çështjet me interes të përbashkët për Izraelin dhe SBA-n, sipas llogarisë zyrtare të Izraelit në platformën e mediave sociale amerikane X. Kryeministri Izraelit tha të dielën sa i planifikon të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s në New York, pavarësisht thirrjeve për arrestimin e tij nga kryetari i Bashkisë së New Yorkut, Zohran Mamdani. Të martën e kaluar, Mamdani e quajti Netanyahun kriminal lufte dhe i kërkoi qeverisë amerikane të zbatonte urdhër arrestin e gjykatës ndërkombëtare penale kundër tij nëse ai hyn në SBA. Presidenti amerikan Donald Trump megjithatë është zotuar se Netanyahu nuk do të arrestohet gjatë vizitës në SBA. Gjykata ndërkombëtare penale lëshoi urdhër arrest në nëntor 2024 për Netanyahun mbi akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza. Shkues të ndëror, këtu është fundi lajmeve. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.